u zhvillon luftimet shumë afër. Fillon nga 2-3 metra deri në distancë 50 metra. Po ne kur e bënim krehjen e terrenit, ko pas kohë kishim nevojë që të njësin me ofru, me ba një analizë situatës, a kanë gjendur një gjurmë, si janë ballafaqu me situata ndryshme, si i kanë tejkalu, a kanë informata të reja, ndonjë informat që mundet me u marrë në konsiderat, po ashtu kisha nevojë me u koordinu me zjarrin artillerik, me minahesa 82 mm, ku unë e bëra një kërkesë që kam nevojë tani me mbështetje artillerike. Ai ambient ku unë isha me njësinë time vizitohet nga komandanti i njësisë minahesa 82 mm, një ushtarak karriere edhe shumë profesional në atë drejtim, zoti Farush Thaçi, me të cilin pasi e vendosim ku do të vendosin minahesat dhe si do të bëhet koordinimi në mes të këmbësërisë dhe artillerisë. Pa vazhdu ende përparimin ton, ishte një hapësirë të cilën ne nuk arritëm me kontrollu mirë. Kështu që e kërkova nga 2 djemë pikërisht një hapësirë të veçantë me vëzhgu nga afër. Ato pas një kohë kthehen nga ajo pjesë e territorit edhe më njoftojnë, dhe ne pam ushtar aty, por nuk kemi të bidur ushtar të kujt janë. A janë ushtarët tanë, të ushiqen të atë Kosovës, apo janë forcat serbe. Unë e kuptoja që ata kishin hamendësime, sepse ata nuk kishin njohuri për angazhimin e gjitha njësive tonë dhe ku gjindeshin për momentin. Kështu që unë e kërkoj që vetë personalisht me ato 2 bashkëftarë prap me vizitu atë hapësirë. Edhe ishte një godin, një shtëpi ndërtuar nga guri apo kull, në formë të shkronjës L, ku nga një distancë 20-30 metra, unë e kuptoj se aty gjendet një njësi, do thot ata hynin, dilnin, përgatitnin zjarrin për ngrohje, e tjera e kuptova se ato po akomodohen, po krijojnë hapësirë ku do të vendoset njësia atyre. Përderisa ato ishin në atë fazë të përgatitjeve, unë e marrë vendim që me njëherë me i sulmu. Derisa unë e kam përgatit njësin, po ashtu ato i kanë ndërmarrë masat që një pjesë të njësisë tyre me nisë në vëzhgim, në drejtim të kazermës, e cila tani ishte në duart tona. Edhe kur unë arrimi njësin, aty kishte ndryshuar pak situata. Do thot nuk ishte ajo situatë që unë e kisha analizu gjysore me heret. Do thot një pjesë e njësisë tani ishte jashtë edhe ishin në lëvizje. Kështu që u zhvillon luftimet shumë afër. Fillon nga 2-3 metra deri në distancë 50 metra. Në ato rrethana, epilogu apo suksesi është në anën atij që është i motivuar mirë, që ka shkatësime superiore dhe që ka teknikën adekuate për një luftë afërt. Armët tona ishin adekuate, kishim sasi të konsiderueshme të bombave që përdoret në ato raste, edhe ishan krye të njësisë, e cila kishte kalu gjitha ato stërvitje edhe për situatat e tilla. Po, edhe në këtë situatë ndallohet Fatmir Hoti, një djalë që kishte provojë edhe të mëhershme, do thot kishte kryer shërbimin ushtarak, kishte marrë pjesë në akcione ndryshme në regionin e Jonikut, edhe ai ishte shumë autoritativ njësin tonë krahasim me djemt të cilët për të parën herë krijonin përvoja të tilla. Ai ekspozohet, shumë ekspozohet, nuk e merr fare parasysh rrezikun, edhe shumë shpejt identifikohet nga snajperisët e forcave serbe. Po ashtu kam qenë edhe unë i ekspozuar si komandant i asaj njësie,
ai ushtari që posedon të snajperin, tenton sparit me godet të mua, thuaj se për 10 centimetra kam pas fat të mos goditëm. Ka ke vrejtë akun pas aftësie? Po, se ai dheu që përfundoi në mes të pushkës edhe ku unë isha vendosur, ai dheu me ra ftyrës. Edhe momentin kur unë e kuptoj që përballë e kemi një qetës profesional, ende pa përfundu fjalin që ja drejtova Fatmirit me pas kujdes, unë e vrej që ai goditët në kokë. Sasia gjakut, plaga në kokë, plaga ishte shumë e ranë. Ku godit më saktësisht? Krahun anën e djathtë të mbi vesh, ishte plaga hyrëse, ato momente nuk e kam kuptu që e ka dhe plagën dalse. Unë kam menduar që plumi ka kalu përmes kokës, apo një pjesë të madhe të kokës e ka dëmtu. Edhe derisa po ndërmerrja masat me evaku sa më shpejt, unë e kuptoj se ai është ende gjallë. Thot pa dashje apo mënyrë instinktive, ai zbraz edhe 2 pluma nga arma e tij, kështu që insistoj në përforcime, e kisha një skuadër rezervë. Ne mbuloj me zjarrat hapësiren nga ku ishim duke u goditur, dhe arrim me tërhek Fatmirin, ja japim ndihmën e parë. Mjek i njësisë ka qenë një stomatolog, po sa i kishte kryer përfundimet, kishte diplomu në fakultetin e stomatologjisë në Sarajevo, po ai ishte çdo kohë me ne, do thot me njësi në luftime. E natyrisht që kishte edhe aftësi për me dhanë ndihmën e parë, Edmond Shabi nga Peja, ai ja sanon plagën, edhe shpejt vinë ekipi i mjekëve, të cilët pastaj e marrin në trajtim, edhe të e dërgojnë për Barancur, nga Barancur është dërguar në Tiranë, dhe nga Tirana ka përfunduar në Minhen. Kur ka arrit në Minhen, të janë informata që i kam marrë më vonë, kam kuptuar që neurokirurgët e Minhenit thonë që ai që ka trajtuar këtë rast qenë ka profesionist, kështu që ne nuk kemi çka me ndërmarrë, përveç se tani me fillu me ato fizioterapit që me ja rikthy motorikën.